can fly. Gjeneta Fetau thirrje dhe lutje për ndihmë financiare, për çfarë po bëhet fjalë? Në një postim prekës dhe të ndjerë në Instagram, influencerja dhe figura e njohur publike Gjeneta Fetau ka bërë një thirrje për ndihmë, duke qenë se ka nevojë për ndihmën e ndjekësve të saj. Ajo e cila ka bërë me dije se është rikthyer këto ditë në Saudi, aty ku edhe jeton, dhe ka thënë se i mungon shumë jetesa, duket se ka marrë edhe një sër mesazhesh negative nga fancat dhe kryesisht e gjestit. Ajo pikë së pari është përpjekur që të hakerohet llogaria e saj në Instagram, teksa ka deklaruar se janë hakeruar edhe 10 faqe të ndjekësve të saj. E jo vetëm kaq, pasi ajo po i mbaron edhe kontrata me Top Channel dhe Trotuarin, e cila ishte deri në mbarim të Big Brother VIP, e shumë kush e ka quajtur si shfrytëzim vetëm për të dalë kundra gjestit. Por Gjeneta duket se nuk ndikohet as pa nga këto dodhi të këqija që i ka ndodhur këto kohë. Ajo në një postim prekës ka shpërndarë në Instagramin e saj një thirrje për ndihmë, por bëhet fjalë për një kampanjë GoFundMe për trajtimin e një pacienti me kancer në mushkëri në Shqipëri. Bëhet fjalë për baban e Megina Gjymengës, e cili është organizatorja e kësaj ndihme humanitare. Në fotën e publikuar nga ajo në Insta Story shihet një dokument mjekësor që tregon dhe diagnozën shqetësuese të pacientit. Përkthimi i pjesëshëm i konkluzioneve mjekësore tregon për një gjendje të rëndë shëndetësore, teksa përfshin konsolidim të gjerë, parenkimal të mushkërisë së djathtë, formacione të shumta pulmonare bilaterale që nuk kuptojnë përhapje të mundshme të sëmundjes, likid pleural i cili është grumbullimi i lëngjeve në hapësirën pleurale të mushkërive, aneopati masive mediastinale dhe hilare, një tjetër indikator serioz i përparimit të sëmundjeve, lezione të shumta sekondare që nuk kuptojnë metastazë dhe përhapje të kancerit. Këto të dhëna mjekësore janë publikuar nga specialistët, teksa bëhet fjalë për një situatë alarmante dhe një trajtim urgjent që i duhet të specializuar. Fushata është organizuar nga Megina në